Zoti ju bekoft. Falumturiet jemi sot në mesin tuaj, pas disa kohësh kur nuk kemi mundur të vim, Zoti na dha mundësinë të ndajmë këtë moment kaq të bukur e të çmuar për të gjithë ne, siç është edhe të shoqëruarit të motrës tonë Maria Luisa. Bekime të mëdha do të vijnë për çdo njërin prej jush ditën e sotme. Për këtë ishull kaq të bukur, bekime do të jenë shumë të mëdha. I bekuar qoftë Perëndia. Dhe kisha në nivel botror vazhdon të rritet, vazhdojnë të ndodhin mrekulli, ngjarje të jashtëzakonshme, shenja. Transmetimi i ditës së diel ndiqet në rreth 132 vende dhe është mbreslëndse. Kisha ndodhet në 62 vende dhe ka dhe 20 vende të tjera ku gjenden kongregime, grupe të vogla që po formohen, grupe me 20, 30, 40 besimtar, por kur shohim statistikat e transmetimit të ditës së diel, del se mësimi ndiqet në 132 vende, më shumë se në gjysmën e botës. Lavdia qoftë Perëndis. Dhe më e bukur është se njerëzit po mësojnë për Perëndin nëpërmjet një mësueseje, një ungjilltareje, nëpërmjet asaj gruaje që është bie e Perëndis, të cilën Perëndia ka vënë për të na mësuar, për të na afruar me Perëndin, për të njohur atë. Lavdi Zotit ton. Do të nisim tani studimin biblik. Shpresoj të keni ardhur me shumë gatishmëri, duhet keni fuqi, zell, dhe le t'i kërkojmë Perëndis që të manifestohet në mënyrë madhështore, që Zoti të shoh përpjekjen që ne bëjmë pasi edhe bekimi do të jetë i madh. Amen, vëllezër? Të gjithë do të shkojmë shumë të lumtur dhe të gëzuar ditën e sotme. Lavdi Perëndis. Le të lutemi vëllezër e të paraqitemi përpara këtij Perëndie që është i gjallë e të themi: Zoti lavdis, Ati mirë, Ti o Zot je i madh dhe i fuqishëm. Ti je gjoja më e bukur dhe e shtrenjtë që kemi, sepse Perëndi, Ti e di që çdo gjë që bëjmë e bëjmë për Ty. Ti e di o Zot se pa Ty asgjë s'jemi, dhe Ti, Perëndia im, na ke lejuar të vim këtu, në këtë ishull të bukur në Puerto Rico. Shpresojmë o Perëndi se të gjithë ata që janë këtu sot, që kanë bërë përpjekjen Perëndi, askush të mos largohet duar bosh, dhe që të gjithë o Perëndi në një mënyrë tjetër të ndjejnë prezencën Tënde, të ndjejnë se jeta e tyre po ndryshon, se Ti o Perëndi je i plot fuqishëm, Ti je i madh, Ti je i mrekullueshëm. Çdo gjë e bëjmë për Ty, Perëndi, jetojmë o Zot, mësojmë të jetojmë duke të njohur Perëndi dhe duke dashur të falenderojmë vetëm për faktin që na lejon të frymojmë, të jetojmë, vetëm fakti se Ti ke lejuar që kisha të jetë këtu në Puerto Rico është një bekim shumë i madh, sepse do të hapen shumë e më shumë kisha të tjera në këtë vend, në këtë ishull të bukur, sepse Ti je kështu Perëndi, sepse Ti nuk qëndron i qetë Perëndi. Ti çdo ditë që kalon do të fitosh shumë e më shumë zemra. Ndaj Perëndi e ke vënë shërbimin tënd mbi kryet e motrës sonë të dashur Maria Luisa për të shpërndarur ungjillin tënd, që të dëgjohen ato mrekulli të mëdha dhe shenja si ato që kanë ndodhur e të tjera që do ndodhin. Sot o Perëndi të përgjërojmë që ky studim biblik që do të transmetohet në gjithë botën të jetë plot bekime për të gjithë, dhe në veçanti Zot për gjithë këta që janë këtu sot, për familjet e tyre të marrin me vete një përshtypje mbreslëndse e mbi të gjitha të kenë dëshirë të bërit të gjërave për të kënaqur Ty, vetëm për Ty Zot, pasi Ti je gjëja më e madhe dhe më e shtrenjtë dhe e bukur që kemi. Ndaj Perëndi pranoje këtë moment, pasi çdo gjë që bëjmë është për Ty, sepse Ti je i plot fuqishëm, i madh, i mrekullueshëm. Kush si Ty o Zot, kush si Ty o Ati im? Nëse jetojmë është për Ty, ndaj Perëndi, pranoje sot këtë moment, pranoje këtë kult, pranoje këtë studim biblik, në emër të Krishtit. Amen e amen. Le të këndojmë një kor shumë të bukur dhe pasi Perëndia të jetë te ne, vazhdojmë me himnin numër 47, Të dua Perëndia im. Te quiero, mi Señor, habita en mí y vencedor seré por fe.
bekuar qoftë Zoti ynë. Të bekuar jemi të gjithë ne pasi na udhëheq ai bari i mirë. E na flet nëpërmjet ëndrave, vegimeve, profecive. Dhe ndaj kisha kthehet në atë qiell të parë, sepse ai është me ne, por do të jetë ku? Brënda nesh. Ndaj le të këndojmë së fundmi korin 172. Unë e di që je këtu. Sa prej jush e beson, dhe sa prej jush beson se të manifestohet sot, dhe sa do të marrin bekime ditën e sotme. Le të këndojmë korin 172. Lavdi Perëndis, dhe është këtu, dhe ndihet lumturia, dhe ndihet gëzimi, dhe tani edhe më shumë me prezencën e motrës tonë të dashur Maria Luisa. Zoti ju bekoft. Falenderojmë Perëndin ton, sepse Perëndia jeton dhe ai shfaqet sot. Dhe Perëndin duhet ta vlerësojmë, duhet ta nderojmë dhe ta falenderojmë. Nuk e di nëse ndonjëri prej jush ka reflektuar apo ka analizuar faktin se në më shumë se 100 e sa vende, 132 vende dëgjohet mësimi që ne po japim. Janë njerëz që po dëgjojnë fjalën e Perëndis dhe po marrin bekime nga Zoti. Dikush nga ju me siguri ka menduar se ky është një fenomen. Me siguri. Dhe po është një fenomen. Por para se të vazhdoj, ju përshëndes të gjithëve ju vëllezër dhe motra të dashur me shumë përzemërsi këtu në Puerto Rico, edhe pse unë e di se këtu ka njerëz nga shumë kombe, ka shumë kolumbian. Sa kolumbian ka? Ngrini duart? Uleni duart. Tani të shohim se sa nga Puerto Rico ka. Jeni pothuajse një lloj. Kjo më gëzon zemrën. Gjithashtu, përshëndes me shumë përzemërsi të gjithë vëllezrit dhe motrat në mbar botën, në të gjitha ato 130 e pak vende nga ku do të shohin këtë studim biblik sot. Ju përshëndes të gjithëve ju po ashtu me shumë përzemërsi. Kështu që sot nëpërmjet teknologjisë ne jemi në mbar botën, në zemrat, në veshët e njerëzve. Tani nuk është e vështirë si dikur, që ishte kaq i vështirë komunikimi, tani është kaq e thjesht fal Perëndis.
mund të uleni, vëllezër dhe motrat e mi të dashur, dhe unë falenderoj Perëndin që më lejoi më në fund të vi, pasi unë e kisha planifikuar këtë udhëtim që para 5 vitesh. Para 5 vitesh, unë po planifikoja në agendën time të udhëtoja në Puerto Rico, dhe jo e pamundur. Dhe kur do të vija, atëherë erdhi pandemia. Gjatë pandemisë, ju tregoj se për mua ditët kanë qenë ditë shumë të lumtura të jetës time, sepse unë isha me vëllezrit dhe motrat çdo 8 ditë. Në fillim ishin 2 herë në javë dhe më pas çdo 8 ditë me vëllezrit dhe motrat duke dhënë mësimin. Në fillim, duke qenë se ishin të ndaluara mbledhjet që njerëzit të mblidheshin, ishte ndaluar që të mblidheshin më shumë se 10 persona në të njëjtin vend, kështu që në fillim ishte vetëm kameramani dhe 2 persona të tjerë. Ishim ne ata që merrnim pjesë në kish, dhe atje jepja mësimin dhe u drejtohesha njerëzve sikur të isha në mes të turmave, të shumë njerëzve. Unë e dija se pas kamerës, atje ishin njerëzit duke dëgjuar fjalën e Perëndisë dhe duke u ngushëlluar, sepse mësimet ishin një ngushëllim i madh, një mbështetje e madhe. Ishte një streh për shumë njerëz. Dhe unë dua të theksoj veprën e Perëndisë tonë, unë dua të theksoj këtë vepër, këtë kish, që ne duhet ta vlerësojmë. Ju që jeni këtu, vlerësojeni faktin që Perëndia ynë ju ka vendosur në këtë rrugë, që Perëndia ju ka parë me sy mëshire dhe që ju ka zgjedhur për mbretërinë, sepse ju e dini se ka me mira besime fetare. Ju e dini se pikërisht këtu në këtë ishull, ky ishull karakterizohet nga fakti se kanë qenë të shumta, le të themi, fete krishtera, njerëzit që thonë se lexojnë Biblën. Atëherë, ne le ta vlerësojmë, sepse disa prej nesh në të kaluarën, kur ishim pjesë ndonjë grupi të krishterësh, kur nuk e patëm shfaqjen e frymës së shenjtë, kur Perëndia nuk na dha vegime apo ëndra, nuk na foli, nuk na dha zbulesa, nuk na bëri premtime. Dhe tani ne këtu, Perëndia na bën premtime të mrekullueshme, na i përmbush ato dhe ai shfaqet mes nesh duke bërë mrekulli dhe shenja, shërime. Bën mrekulli, Zoti ka ringjallur të vdekur njerëz që kanë vdekur, ka ngritur njerëz nga karriget me rrota. U ka zgjidhur problemet njerëzve kur i kanë rrëmbyer, kur i kanë kërcënuar me armë për t'i qelluar, për t'u marrë jetën. Zoti i ka shpëtuar në momentin e fundit. Perëndia i ka bërë të gjitha këto mrekulli në jetën e shumë njerëzve. Qindra njerëz japin dëshmi për mrekullinë e veprës që Perëndia bën tek ata. Kështu që ne duhet ta falenderojmë dhe ta nderojmë Perëndin ton dhe të mendojmë se Zoti na ka sjell në këtë rrugë, në këtë të vërtet, ku Zoti po shfaqet. Dhe shumë të krishterë, unë falenderoj Zotin sepse shumë të krishterë, madje ata u bashkohen mësimeve që unë jap, nga ajo që Perëndia më jep, ata bashkohen, lidhen në internet, shohin mësimet, shënojnë gjithçka sepse thonë, këto do t'ju mësoj në kishën time. Sepse me siguri ata kur nuk i kanë pasur këto përvoja me Perëndin, atë që ne sot po përjetojmë. Ne lexojmë se Perëndia foli me Abrahamin, se Perëndia foli dhe ishte me Jakobin, dhe se ata ishin shërbëtor të Perëndis, Noeu, profetëve në lashtësi. Perëndia u fliste, Perëndia u jepte urdhra, dhe ata i flisnin popullit, u flisnin njerëzve, mbretërve, sundimtarëve, dhe sot Perëndia bën të njëjtën gjë me ne. Perëndia edhe sot ka fjalë për t'ju thënë shumë njerëzve dhe ka mesazh dhe ka premtime për shumë njerëz. Dhe nuk janë vetëm njerëzit që mblidhen në kish, por Perëndia ka pasur mëshirë t'u flasë dhe t'ju bëj premtime njerëzve që ende nuk kanë ardhur në kish, por që kanë dëgjuar se në kishën tonë Perëndia flet dhe se është dhuntia e profecisë, kështu që ata shkojnë dhe thonë, unë dua të më japin profeci sepse dua që Perëndia të më flasë, dua që Perëndia të më drejtoj, të më ngushëlloj. Dhe ata shkojnë atje dhe u jepet profecia dhe dalin të lumtur, dalin duke qartë, duke thënë se me të vërtet Perëndia është aty. Kështu që duke qenë se Perëndia
është në këtë vepër, në këtë kishë, në këto mbledhje të kishës që po bëhen në kaq shumë vende, atëherë duhet të mendojmë se kush i udhëheq të gjitha këto kisha, kush i nënshtron të gjitha këto kisha që të jenë së bashku të bashkuara në një të vetme, kush i nënshtron është Zoti, sepse nuk ka qenie njerëzore, nuk ka fuqi njerëzore që të mund të qeverisë apo të nënshtrojë një person tjetër, madje as në një shtet, vetë presidenti nuk është i aftë të nënshtrojë vendin e tij, sepse kjo është shumë e vështirë, sepse njerëzit gjithsecili bën atë që do dhe shkojnë në drejtime të ndryshme. Pra, këtu, në këtë kishë, në këto mbledhje të kishës së Perëndisë, që është në kaq shumë vende dhe për të cilën Zoti foli pothuajse 60 vjet më parë, ishte atëherë kur Perëndia foli se do të hapte një kishë të madhe në Kolumbi dhe në të gjithë botën, thoshte Zoti, ne kur nuk u ndalëm të mendonim ose të analizonim në ç'më mënyrë apo si do të ndodhin këto gjëra, vetëm besuam dhe vazhduam të luteshim, dhe kështu kanë kaluar vitet dhe Perëndia ka përmbushur fjalën e tij, premtimin e tij, dhe Zoti ka mbështetur këtë kishë. Zoti mbështet. Dhe për këtë arsye Perëndia kërkon që ne të jemi të sinqert, që ta duam me zemër, le ta duam veprën e Perëndisë, dhe ti duam njerëzit, shpirtrat, ata që do të kthehen te Perëndia, ta duam vullnetin e Perëndisë, dhe ta përmbushim, dhe të duam ta kënaqim Perëndinë në çdo gjë, sepse Perëndia që kemi ne është një Perëndi gjallë. Shumë njerëz po na pyesin, shumë njerëz, qeveritar, lidera, fetar, na pyesin se si ja bëjmë, cila është formula që kemi. Që kaq shumë kisha dhe kaq shumë pastor t'i nënshtrohen një personi. Kujt? Nuk mund t'i nënshtrohen Maria Luisës. Shikoni, unë jam një grua ashtu të shkurtër, ashtu siç më shihni ju, e vogël. Cilët burra të rëndësishëm do të më nënshtroheshin mua? Apo që unë t'i qeveris ata? Jo, kush është ai që e bën këtë? Perëndia ynë, fryma e shenjtë. Fryma e shenjtë është ai që i flet atij burri të gjatë, të fuqishëm, të fortë, trim intelektual, të ditur, çfarë do qoftë ai, i flet dhe i thot nënshtrohu, bindju fjalës time, këtu në këtë vend është ku dua të jesh, këtu do të bekoj. Mblidhu në kish, atje ku mblidhet Maria Luisa, atje kam nevojë për ty. Është fryma e shenjtë, ai që na qeveris, na nënshtron. Kështu që kjo është përgjigjja që është dhënë këtyre pyetjeve që bëjnë udhëheqësit fetar. Më thoshte një udhëheqës një ditë, kisha ime ka 500 besimtar, por kam probleme dhe përçarje, vetëm përçarje dhe sa probleme kam, unë nuk mund t'i menaxhoj ata 500. Ju si veproni për të menaxhuar kaq shumë? Unë jo, është Perëndia, është fryma e shenjtë. Zoti njëherë tregonte në vegim se ishte një vëlla dhe Zoti i thoshte atij vllai se duhet të mblidhej me ne. Të mblidhej në kishë dhe ai nuk donte, ai shkonte te kisha tjetër sepse atje ishte këngëtar, ishte muzikant, kështu që ai shkonte atje sepse në kishën ton nuk ishte muzikant dhe asgjë nga këto gjëra. Pra ai donte të këndonte. Prandaj ai shkonte atje dhe pati një zbulesë ku Zoti Jezu Krisht thuajse e kapte nga floku kështu, e kapte te pjesa e flokëve dhe i thoshte: "Unë nuk të dua ti jesh aty, por këtu", dhe e vendosi në mes të vendit ku ishim të gjithë ne. I tha: "Aty dua që të jesh." Dhe kështu, ky vëlla hezitoi dhe çfarë nuk bëri për të mos qenë me ne, por Perëndia e përuli dhe përfundoi me ne. Deri në ditën e sotme, fal Perëndis, po tregoj diçka që ka ndodhur rreth 50 vjet më parë. Mirë, vëllezër dhe motra të mi të dashur, sot do të reflektojmë mbi një varg, përveç pyetjeve që besoj se ju keni, gjithashtu do të më falni që do të zgjatemi më shumë se normalisht, le të themi më shumë se kultet e mësimit, por ja vlen që ne të reflektojmë mbi ndonjë varg të Biblës,
sepse ndonjëherë ato vargje keq interpretohen nga shumë njerëz dhe gjithashtu nga shumë të krishterë. Dhe sot do të reflektojmë mbi fjalën e Zotit që të mësojmë që ju një ditë të jeni mësues dhe mësuese të fjalës së Zotit. Amen. Sepse të gjithë ju, gjithsecilit prej jush i është bërë një thirrje hynore. Gjithsecilit prej jush Perëndia i ka caktuar një punë, një detyrë, një shërbes. Dhe do të vi dita kur gjithsecili prej jush do të duhet ta përmbush këtë gjë dhe gjithashtu të paraqes para Perëndis atë që ai ju ka dhënë në këtë jetë. Kështu që prandaj ju duhet të përgatiteni, të filloni të përgatiteni. Dhe tani të filloni të përgatiteni do të thotë të lexoni Biblën dhe gjithashtu ju ftoj të lexoni librin Përjetime. Sepse në librin Përjetime ka shumë gjëra, ka shumë pasuri ku ju do të mësoni sepse Perëndia ai vazhdon të shfaqet dhe ndonjëherë njerëzit nuk e kuptojnë ndonjë shfaqje të Perëndis dhe në librin Përjetime ju do të gjeni atë pasuri, ato përjetime ku jetohen përvoja shpirtërore me Perëndin dhe kur njeriu nuk gjen shpjegim, aty do të gjej arsyen dhe qëllimin e çdo gjëje që ndodh dhe që mund t'ju ndodh edhe juve në jetën tuaj shpirtërore po ashtu. Kështu që të lexuarit e librit Përjetime është po ashtu shumë e rëndësishme, ka shumë njerëz që kanë patur përfitim nga fakti që e kanë lexuar sepse kanë mësuar e kanë futur në zemrën e tyre fjalën e Perëndis, premtimet e Perëndis dhe ky është një bekim nga Perëndia. Tani do të filloj me pyetjet e kësaj pasditeje, me pyetjet. Nuk e di nëse janë gati personat, vëllezrit ose motrat që do të bëjnë pyetjet e tyre. Le të fillojmë tani me pyetjen e parë. Mirë mbrëma, motër Maria Luisa, Zoti ju bekoft, ndjej lumturi në shpirt sot dhe ju falenderoj për vizitën tuaj në ishullin ton të bukur të Puerto Ricos. Ju duam shumë në Zot, që në momentin e parë që erdha në këtë kishë të bukur, Zoti është manifestuar në mënyrë madhështore në jetën time dhe në atë të familjes time. Sot jam një njeri shumë i ndryshëm nga ai që isha më parë, pasi Perëndia ndryshoi zemrën time dhe mënyrën time të menduarit. Motër Maria Luisa, pyetja ime është personale dhe e bazuar në librin e Lukës, kapitulli 18, vargu 8 deri në 10, ku flet mbi shëmbulltyrën e të vezë dhe gjyqtarit të padrejtë. Vejusha insistoi shumë gjyqtarit, aq sa ai i bëri drejtësi. Zoti më ka dhënë kapacitetin dhe aftësinë për të kuptuar se cilin Perëndi duhet të ndjek dhe unë e kam njohur rrugën e vërtet dhe e di që Zoti manifestohet në këtë vend. Ndaj dhe vendosa të pagzohem në ujë dhe dëshiroj që çdo ditë më shumë t'i afrohem hirit të Perëndis dhe t'i shërbej me dhuntit frymërore. Pyetja ime është kjo: në rastin tim, për shkak të kufizimit tim fizik, si duhet t'i lutem Perëndis? A duhet të jem më këmbgulse dhe t'i kërkoj të bëj një mrekulli në shëndetin tim, duke qenë se trupi im nuk mund të bëj ato që mendja urdhëron të bëj? E pavarësisht kësaj, unë mund të marr vendime, mund t'i lutem Perëndis dhe të përlëvdoj emrin e tij dhe të lexoj Biblën. Apo mos ndoshta në rastin tim nuk jam duke i paraqitur mjaftueshëm argumenta kur i kërkoj Perëndis. Në rastin tim trupi im nuk mund të bëjë çfarë mendja urdhëron, por kjo e fundit mund të marr vendime e t'i përmbush. Shumë faleminderit për përkushtimin tuaj dhe që na mësoni fjalën e bukur të Perëndis ton. Zoti ju bekoft. Mirë, falenderojmë Perëndin ton për gjithçka që Perëndia lejon që njeriu të transformojë dhe të krijojë për dobinë e qenies njerëzore. Dhe motër ju përshëndes me shumë përzemërsi, dëshiroj që sytë e Perëndis tim të jenë mbi ju, që veshët e Perëndis tim të jenë mbi ju, në mënyrë që Zoti të dëgjoj atë që ju thoni për mendjen tuaj që është zemra juaj që del nga zemra juaj. Kërkojni Perëndis një mrekulli. Vazhdoni t'i kërkoni Perëndis një mrekulli për veten tuaj. Thuajini Perëndis se ashtu siç thoni që ju mund të lëvdoni, mund të luteni, që mund të mendoni, që mund të merrni vendime, atëherë kërkojni Perëndis gjithmonë, mos u lodhni duke bërë këtë gjë, i thoni Zot, dua një mrekulli. Mos i thoni se cilën, atë që Perëndia do. Kërkojni një mrekulli që ju të jeni e plotësuar në jetën tuaj,
sepse tani thoni se keni paqe dhe keni pasur një ndryshim, që kur njohët Perëndin keni pasur një transformim, një ndryshim jete. Kështu që vazhdoni t'i luteni Zotit dhe kërkojini mrekulli dhe do të shihni se si Perëndia po ju dëgjon, ai gjithmonë ju ka parë dhe ju ka dëgjuar, por ai po do të dëgjoj kërkesën tuaj, atë që ju do t'i kërkoni nga tani e tutje, ai do t'ju dëgjoj dhe Zoti do të veproj në jetën tuaj. Mirë, vazhdojmë. Mirëmbrëma, Motër Maria Luisa. Zemra ime është e mbushur me gëzim, me lumturi, me mirënjohje për Zotin ton, që na ka dhënë mundësinë të jemi sot përballë jush. Motër Maria Luisa, kam një pyetje nga Bibla për ju nëse ma lejoni. Pyetja ime gjendet në librin e Jozeut, kapitulli 18, vargu 3. 18:3. Amen. Dhe thot, kështu Jozeu u tha bijve të Izraelit, deri kur nuk do të kujdeseni të shkoni të merrni vendin që Zoti, Perëndia i jetërve tua ju ka dhënë? Motër Maria Luisa, ne kur vim në kish, shohim me shumë admirim shërbenjësit e Zotit dhe luftojmë për të arritur bekimin e Zotit në jetën tonë shpirtërore. Motër Maria Luisa, kur mund të tregojmë neglizhent ndaj bekimeve frymërore që Zoti na jep në zemërgjerësinë e Tij? Neglizhenca është kur bëhemi dembel dhe nuk shërbejmë me dhuntit frymërore. Kur Perëndia jep dhuntit frymërore dhe personi bëhet dembel, ndalon së shkuari në kish, ndalon së luturi, ndalon së lexuari Biblën, ndalon së vëni duart ose së profetizuari, pra ndjen dekuraim ose dembelizëm, kjo quhet neglizhencë. Kështu që kur Perëndia na jep, ne duhet të punojmë dhe edhe kur nuk na jep, duhet të kërkojmë. Nëse ende nuk na ka dhënë, të themi Zot, unë jam në kërkim të gjërave shpirtërore. Kur Perëndia të na jap gjërat shpirtërore, të vazhdojmë në atë luftë, të vazhdojmë vazhdimisht të jemi duke punuar pa u dekurajuar, nuk duhet të ligështohemi, duhet të jemi të fortë, duhet ta lëmë njanë dembelizmin, dekuraimin, nuk duhet ta lëmë veten që të humbemi në çështjet e jetës, në gjithçka që ndodh në jetën e përditshme, por duhet të jemi trima dhe të luftojmë dhe të vazhdojmë përpara, të vazhdojmë dhe të jemi trima. Këtë duhet të bëjmë. Vazhdojmë. Mirëmbrëma Motër, mirë se erdhët në Puerto Rico. Është një bekim të mund t'ju shohim këtu personalisht. Jam këtu fal një profecie të Perëndis, ku më thoshte se do të isha përpara jush sot dhe ai do të përgjigjej duke ju përdorur juve. Pyetja lidhet me disa vargje nga Bibla dhe me specifikisht me njërin prej tyre që gjithmonë më ka tërhequr vëmendjen dhe gjendet në librin e Gjonit, kapitulli 19, vargu 24 dhe thot si në vijim. Duke qenë Jezu Krishti i kryqëzuar e i pajet, njëri prej ushtarëve ja te i shpoi brinjën me një hesht dhe me njëherë i doli gjak dhe ujë. Gjithmonë më ka tërhequr vëmendjen fakti se i doli gjak dhe ujë. Kjo më shtyn të shkoj pas në Testamentin e Vjetër dhe të citoj në librin e Eksodit, kapitulli 17, vargu 6, që thot, ja, unë do të rri përpara teje, atje mbi shkëmbin në Horeb. Ti do të rrahësh shkëmbin, prej të cilit do të buroj ujë dhe populli do të pi. Kështu bëri Mojsiu para syve të pleqjve të Izraelit. Prandaj e quajti këtë vend Masa dhe Meriba. Mëtej, në librin e Numrave, vargu 8, i thot Perëndia Mojsiut, merr pastunin ti dhe vëllai yt Aron, thirrni asamblen dhe para syve të tyre i flisni shkëmbit dhe ai do të jap ujin e tij. Kështu do të nxjerrësh për ta ujë nga shkëmbi dhe do t'ju japësh të pinë njerëzve dhe bagtisë së tyre. Përgjigja në disa prej studimeve biblike
mu zbuluar në librin e parë të Korintasve, kapitulli 10, vargu 4, dhe lidhet edhe me pyetjen që do ju bëj motor. Nga doktrina dim se Zoti Jezu Krisht është uji i jetës dhe shkëmbi, që ju mundësua popullit e Izraelit në shkretë të tjerë, ishte manifestimi i Jezu Krishtit? Uji që ata pinë në shkretë të tjerë, shkëmbi, ai shkëmb po përfaqësonte Zotin Jezu Krisht, ishte përfaqësimi simbolik i Krishtit Jezus. Prandaj në psalme flitet për shkëmbin, për atë shkëmb nga i cili doli uji nga i strall. Ishte përfaqësimi i Krishtit. Dhe kur ndodhi pjesa e kryqit të Kalvarit, kur thuhet se ushtari e te i shpoi me hesht dhe doli gjak dhe ujë, Bibla nuk e specifikon, ata që e pan ngjarjen tregojnë ndodhit, por askush nuk jep një shpjegim. Ne nuk do të guxojmë të japim shpjegime sepse e dim që Zoti Jezu Krisht ishte shkëmbi, ishte uji i jetës. Mirë, ai që dëshiron të thotë se uji ishte për të treguar fuqi, Perëndia vërtet tregoi fuqi në atë rast, sepse ai ishte një rast i pazakont, nga asnjë trup, edhe nëse i ngulin një thik apo çfarë do qoftë, nuk do të dalë ujë, del gjak. Por në rastin e Zotit Jezu Krisht, po ndodhi diçka e jashtëzakonshme. Dhe jashtëzakonshmja ishte se doli edhe ujë. Duke lënë të kuptuar ndoshta se Zoti Jezus nuk ishte një qenie njerëzore e zakonshme, nuk ishte një qenie njerëzore e zakonshme, ishte një person tepër i veçantë si qenie njerëzore, një person që nuk ishte nga kjo botë, nuk ishte një njeri. Kjo është vetmja gjë që ne mund të kuptojmë, se ai ishte një qenie e jashtëzakonshme, ndryshe nga të gjithë njerëzit. Mirë, sa i përket pjesës tjetër, lavdi Perëndis tonë sepse Zoti Jezus është shkëmbi i fortë, uji i jetës së përjetshme, uji që shuan etjen, uji që shpëton, uji që pastron mëkatet, që heq mëkatin dhe që fal. I bekuar qoftë Zoti, vazhdojmë, po vëlla. Mirëmbrëma motër Maria Luisa. Mirëmbrëma dhe për shoqëruesit tuaj. Ju duam në Zot motër. Kemi qenë shumë të lumtur që kurse morëm vesh lajm Zoti ishit këtu. Jemi shumë të lumtur. Mezi po e prisja këtë moment, sepse Zoti më kishte bërë premtimin se do të isha përballë jush, do t'ju bëja këtë pyetje dhe nga përgjigja e marrë do të kishim shumë ndërtim. Së pari dua të ndaj me ju që Zoti më solli në këtë vend me disa plane që unë nuk i njeh, por që kanë qenë me shumë bekime motër. Që kur erdha në kish, ju dëgjoja dhe nisa t'ju vlerësoj dhe unë ndjeva shumë e bekuar. Më pas lexova librin e përjetimeve dhe aty nisa të dua më shumë çdo gjë të Zotit, sepse pash aty gjithë sakrificën që Zoti ka bërë nëpërmjet jush për të ngritur këtë vepër që ka qenë kaq madhërisht e bekuar. Zoti më ka bërë shumë premtime dhe mi ka plotësuar disa prej tyre dhe më bëri një premtim shumë të madh që më dha shumë lumturi. Më tha se do më jepte një dhuratë shumë të madhe dhe kuptova se ishin dhuntit frymërore dhe jam duke pritur atë bekim sepse dëshiroj shumë të shërbej dhe sa do doja të ishte sot ai moment nëse Zoti do ta lejoj që me prezencën tuaj të mund të marr atë dhuratë. Kam një pyetje për ju që gjendet në librin e Romakëve, kapitulli 11, vargu 29. Romakët 11:29. Po. Mirë. Do lexoj që prej vargut 27 për të kuptuar më qartë. Dhe thot: Kjo do të jetë beslidhja ime me ta, kur unë t'ju heq mëkatet e tyre. Për sa i përket ungjillit, ata janë armiq për hirin tuaj, por sa i përket zgjedhjes, janë të dashur për hir të etërve, sepse dhuntit dhe thirrja e Perëndis janë të pakthyeshme.
Motër Maria Luisa, apostulli Paul ishte duke folur këtu rreth dhuntive të pakthyeshme dhe asaj thirrjeje që u bë patriarkëve, profetëve dhe gjithashtu apostullëve të antikitetit. Ju na keni mësuar se ai përmbushi atë thirrje që ju bë. Pyetja ime motër është, sot e kësaj dite, edhe për ne ato dhunti dhe ajo thirrje është e pakthyeshme? Ju na keni mësuar motër se kur Perëndia na jep dhuntit, nuk e bën sepse jemi perfekt, por për të lejuar vazhdimsinë e atij perfeksionimi dhe të vazhdojmë të kërkojmë Zotin dhe të ndahemi nga mëkati, sepse Perëndia na pastron pak e nga pak. Por nëse tregojmë të pakujdesshëm dhe vazhdojmë në mëkat apo devijojmë në të tjera mëkate si materializmi, zilia, edhe për ne do të ishin të pakthyeshme këto dhunti dhe kjo thirrje? Dhe nëse jo, përse në antikitet ishin të tilla e sot jo? Shumë faleminderit për përgjigjen tuaj. Mirë. Në lashtësi ishte Perëndia që ju betua për veten e tij Abrahamit për ta thirrur. Perëndia i bëri një thirrje Abrahamit dhe i tha: "Ti do të jesh babai një shumice kombesh dhe prej teje do të bëj një komb. Një komb të fuqishëm dhe do të jesh babai një shumice kombesh." Ky ishte premtimi ose thirrja që Perëndia i bëri Abrahamit dhe dhuntit, që ishin premtimet se ai do të zgjidhte popullin e Izraelit. Popullin e Izraelit, pra Perëndia ja bëri atë premtim Abrahamit, por ai premtim nuk u përmbush edhe aq shumë në popullin fizik të Izraelit, në popullin që Mojsiu nxori nga Egjipti. Populli fizik humbi bekimet e Perëndisë, por thirrja ose dhuntit që Perëndia i dha Abrahamit ishin për jetë, dhe Perëndia po i fliste atij për të ardhmen, do me thonë për Krishtin Jezus me kishën e tij. Kështu që prandaj thuhet se këtu Perëndia do të ngrinte. Së pari ai ngriti një popull fizik të Izraelit që ishte me Mojsiun, por duke qenë se ai popull fizik gaboi, Perëndia megjithatë e kishte ruajtur esencën dhe popullin shpirtëror për të ardhmen me Abrahamin, i cili do të ishte ati, prandaj thuhet se është ati i besimit. Dhe Perëndia e dinte se Abrahami ose ai popull që i kishte dhënë Abrahamit ose thirrja apo premtimi që i bëri Abrahamit që do të ishte babai një shumicë kombesh dhe se prej tij do të nxirrte një komb shumë të madh, Perëndia po fliste për Jezu Krishtin dhe kishën e tij. Për këtë po i fliste Abrahamit. Ai nuk po i fliste Abrahamit për popullin fizik, material, por për kishën e Zotit për atë të ardhme. Dhe prandaj thuhet se Perëndia ju betua Abrahamit për këtë dhe bëri një beslidhje me të dhe ju betua për veten e tij. Sigurisht prandaj thuhet se janë të pakthyeshme dhuntit dhe ajo thirrje që Perëndia i bëri Abrahamit, ai nuk mund ta tërhiqte mbrapsht sepse ishte betuar për veten e tij. Kjo nuk ka të bëjë me dhuntit frymërore sot, sepse dhuntit frymërore janë të frymës së shenjtë që i jep. Dhe kur kisha e Zotit Jezu Krisht ishte formuar, kur ai filloi me apostujt e tij, në fillim, ai nisi të formonte kishën e tij dhe më pas erdhi fryma e shenjtë për të qenë me besimtarët me kishën. Fryma e shenjtë është për të ndihmuar secilin person individualisht në jetën e tij shpirtërore. Atëherë thuhet se Perëndia fillon të shpërndaj njerëzve dhuntit e tij frymërore, por kjo shpërndarje e dhuntive nuk është një betim, nuk është një beslidhje që Perëndia po bën, sepse ai e bëri këtë me Abrahamin dhe ndodhi vetëm një herë. Ndërsa fryma e shenjtë përkundrazi vjen dhe pakzon dhe i jep dhunti secilit person, kështu që aty nuk ka beslidhje dhe as betim nga ana e Perëndisë, por është një premtim i përmbushur. Që Zoti Jezus thot, dhe në ditët e fundit do të përhap frymën tim dhe të gjithë do të profetizojnë dhe të gjithë do të shohin vegime, do të flasin në gjuhë të tjera. Një premtim. Pra këto janë dhuntit e frymës së shenjtë. Nuk janë dhuntit dhe as thirrja që Perëndia i bëri këtu Abrahamit, është ndryshe. Pra dhuntit frymërore sot ose pas ungjillit në kishën e Zotit, që Zoti u shpërndan dhunti njerëzve, nëse personi nuk është besnik dhe as nuk qëndroni fort në rrugën e Zotit, i humbet dhuntit, sepse Perëndia ja heq.
sepse Perëndia largohet nga personi. Perëndia I jep frymën e shenjtë dhe dhuntit një burri ose një gruaje që ky person të ndryshojë, që të ndryshojë jetën e tij dhe të heqë dorë nga mëkati dhe të vazhdojë në rrugën e drejtë, të vazhdojë të kërkojë Zotin, që të përsoset. Për këtë janë fryma e shenjtë dhe dhuntit, për përsosje që çdo burr dhe grua të jenë të përsosur përpara Perëndisë. Por nëse personi vjen një moment dhe bëhet kokfort, lakmitar, dekurajohet, vinë shoqëritë e këqija, vjen djalli, bën që të përhumbet, të humbas në mëkat, në dobësitë e mishit të tij, dhe personi kryen përsëri mëkat, kthehet mbrapa në jetën e tij shpirtërore dhe nuk vazhdon më të eci përpara, atëherë çfarë bën fryma e shenjtë? Largohet, e braktis. Perëndia largohet nga ai person dhe e lë vetëm në botë, atëherë personi nuk e ka frymën e shenjtë që ta ndihmojë, që ta mbështes, por personi është vetëm. Dhe në vend të frymës së shenjtë vijnë frymra mashtruese për ta pushtuar dhe për ta ngatruar edhe më shumë që të jetë jo I lumtur. Kjo është ajo që ndodh, që dhuntit po mund të humben. Prandaj ne duhet të jemi besnik dhe ta ruajmë bekimin që Perëndia na jep. Ta kujdesim, ta ruajmë bekimin. Dhe njeriu duhet ta kujdes, ta ruaj atë, sepse njëherë Zoti I thoshte dikujt: ruaje, kujdese bekimin tënd, ruaj dhuntit që të kam dhënë, ruaj sepse djalli mund të vi dhe t'i marr. E shihni? Duke bërë që personi të mos besoj ose të mëkatoj. Atëherë kështu fryma e shenjtë largohet, mbështetja e Perëndisë hiqet personit dhe humbet gjithçka, personi humbet çdo gjë. Prandaj ky varg nuk ka të bëjë me dhuntit frymërore sot në Ungjil. Këto ishin dhuntit frymërore dhe këtu të pakthyeshme janë dhuntit dhe thirrja e Perëndisë, ajo që ai bëri Abrahamit me betimin se në të ardhmen do të formonte kishën e tij, popullin e tij dhe se do të ishte për jetë. Mirë, vazhdojmë. Mirë mbrëma, Motër Maria Luisa, mirë se erdhët në ishullin tim magjepsës së Puerto Ricos. Zoti ju bekoft shumë. Motër, doja t'ju tregoja se kur isha shumë e re në moshë, I përkisja kishës tradicionale, katolike, dhe më thonin se leximi I Biblës ishte për të çmendurit. Sot mund të them se jam e çmendur prej dashurisë, të çmendur por nga lumturia. Prej lumturisë ndaj Zotit. Sot po jemi të çmendur nga gëzimi. Dhe ne mund të bëhemi të çmendur, por nga lumturia dhe nga gëzimi, dhe duam të hidhemi përpje të fluturojmë. Këtë duam. Po, Motër. Motër, kam një pyetje nga Bibla, nëse më lejoni. Gjendet në librin e Zbulesës, kapitulli 3, vargu 8, dhe është duke folur këtu për 7 kishat. Po, Motër. Që na përfaqësojnë neve, besimtarve. Dhe në 6 prej tyre ai flet për të mirat dhe të këqijat e tyre. Por në të 7-ën, në të fundit, në kishën e Filadelfias, duket sikur është e zgjedhura. Dhe më korrigjoni, Motër, nëse gaboj. Po lexoj këtu vargun: unë njoh veprat e tua. Ja, të vura përpara një derë të hapur që asnjëri nuk mund ta mbyll, sepse ke pak forcë dhe e ruajte fjalën time dhe nuk mohove emrin tim. Si mund të jemi një shembull I kësaj pjese kur thot ke pak forcë, sepse nuk e kuptoj mirë, Motër, nëse mund të ma shpjegonit. Faleminderit. Thuhet se mesazhi për Filadelfin thot: unë I njoh veprat e tua, por po flet për veprat apo jo? Veprat janë të mira ose të këqija? Këtu ishin të mira apo jo? Unë I njoh veprat e tua janë të mira, ose I njoh veprimet e tua, ose njoh mënyrën tënde të vepruarit. Shihni se janë disa sinonime. Thot, unë I njoh veprat e tua, ja, vura përpara teje një derë të hapur, edhe atë derë asnjëri nuk mund ta mbyll. Ky është bekimi Perëndis, dera e hapur për të hyrë në mbretërinë e qejve, asnjëri nuk mund ta mbyll. Vetëm armiku ose vetëm mëkati I njerëzve do të bëjë që dera të mbyllet dhe të mos hyjnë. Kjo është e vetmja gjë. Thot, sepse
ke pak fuqi dhe e ruajt e fjalën time, po le të themi se pjesa pak fuqi është sepse në atë kohë njerëzit përndiqeshin, të gjithë të krishterët përndiqeshin dhe i kërkonin për t'u marrë jetën, për t'i vrarë me gur, për t'i hedhur në vaj të valuar ose në zjarr, ose i ndiqnin të gjallë ose i vrisnin me gur. Të gjitha këto u ndodhnin të krishterëve në kohën e kishës së hershme. Kështu që në këto kisha, që ishin në këto qytete, ishte predikuesi ose ndoshta ai predikuesi ishte një profet, ishte një ungjilltar, një mësues, ai që ishte atje duke predikuar në atë kishë dhe duke u mësuar njerëzve, duke predikuar dhe duke parë veprat e mira ose të këqija, ose atë që ky predikues po i mëson të kishës. Por më shumë se sa ti referohej një kishe, kjo i referohet po ashtu jetës tonë personale, individuale, sepse siç thoja më parë, Perëndia sot na trajton ne individualisht. Dhe thuhet se po të gjitha zemrat që e duan Perëndin formojnë një kishë, por për të gjykuar Zoti gjykon individualisht gjithë secilin, sepse ka persona që bëjnë më shumë se të tjerët. Ka njerëz që kanë më shumë merita, që fitojnë më shumë bekime, ka të tjerë që nuk bëjnë shumë, prandaj Perëndia i jep gjithë secilit, kështu që ai nuk do t'i trajtojë të gjithë njësoj, por gjithë secili, ai që ecën më shumë drejt synimit, thuhet se kur vrapojnë në një stadium, të gjithë vrapojnë. Të gjithë vrapojnë sepse të gjithë duan të arrijnë te synimi, por thuhet se gjithmonë ka një fitues, por të gjithë vrapojnë dhe Zoti thotë se ne të gjithë duhet të vrapojmë, të vazhdojmë dhe të vazhdojmë për të arritur te qëllimi dhe të mos mendojmë, jo, unë nuk do të arrij, besoj se do të arrijë ai ose ajo. Jo, ne nuk mendojmë këtë. Unë vazhdoj sepse unë do të fitoj jetën e përjetshme. Kjo është ajo që ne themi. Kështu që këto mesazhe këtu për 7 kishat nuk janë aq shumë për të gjithë kishën, po pastori luante një rol shumë të rëndësishëm në atë kohë dhe prandaj i dërgoi mesazhin secilit që të predikonte dhe të mësonte të vërtetën, realitetin, që të pendohej, që të jetonte në shenjtëri dhe t'i mësonte njerëzit, por edhe ne mund ta marrim këtë për veten ton individualisht, se si është jeta jon, çfarë po bëjmë para Perëndis, mirë apo keq, dhe që ne të luftojmë për të arritur atë fitore dhe që të arrijmë të bëjmë gjëra të mira. Pra në atë kohë i thoshte ti ke pak fuqi, kjo sepse ata përndiqeshin nga qeverit, nga besimi tjetër fetar, nga ndjekësit e ligjit të Mojsiut, të gjithë ata ishin armiqtë e tyre, kështu që ata nuk kishte kush t'i ndihmonte, nuk kishte asgjë, por ishin të brisht në atë aspekt. Në pjesën e armiqve, por thotë se sepse ke pak fuqi dhe ruajte fjalën time dhe nuk e mohove emrin tim, do me thënë je përballur, derisa një ditë ndoshta do të çojnë atje në gropën e luanëve. Me siguri. Mirë, kjo është ajo që donte të thoshte aty fryma e shenjtë. Vazhdojmë. Mirë mbrëma, Motër Maria Luisa dhe të gjithë shoqëruesve tuaj. Ju dërgoj një përshëndetje të përzemërt vëllezërit e Kishës së Republikës Dominikane. Pyetja ime, Motër, lidhet me zakonet dhe besimet të cilat transmetohen nga gjenerata në gjenerat. Dhe njerëzit tonë, për shembull se kur dikush është i sëmur, pa e ditur në fakt se cila është gjëja nga e cila vuan, direkt të sugjerojnë se ajo që duhet të bëjë është të vendos një monedhë në ball apo të përgatis një çaj me bimë të caktuara për të shëruar. Motër, unë doja të dija më shumë rreth kësaj. Shumë faleminderit. Por le të themi se ju nuk jeni dakord që njerëzit të japin mendime, që njerëzve u pëlqejnë të krijojnë ilaçe shtëpie. Atje në vendin tim thoshin ilaçe në kushte shtëpie. Po, mirë, çfarë motra? Jo, e kisha më shumë fjalën në lidhje me këtë, një që njerëzit krijojnë supersticione apo ogure, si për shembull të veshin çorape në vetëm një këmbë. Mirë. Kur janë ogure, atëherë ju nuk do të filloni të bëni këto gjëra, mos bëni asgjë që janë ogure, besime, bestytni, asgjë nga këto, mos i bëni. Por nëse shihni diçka tjetër që është normale, si për shembull kur ju thon, zjeni
disa gjethe menteje dhe jepi të pi çaj menteje. Aty nuk ka ogure. Por kur fillojnë të thonë, vendos këtë apo atë gjë në vesh, lyeje në ball, pastaj bëj këtë apo atë gjë, atëherë aty janë oguret. Ne nuk do t'i bëjmë këto gjëra sepse këtu në Bibël Perëndia ndalon çdo lloj bestytnie, oguri, spiritizmi, parashikimi të fatit, mediumet, magjie. Nga të gjitha këto duhet të largohemi sepse shumë njerëz merreshin duke punuar me këto gjëra dhe Perëndia i ndalon këto. Kur ne njohim rrugën e Perëndis, Perëndia do që njerëzit të mos vazhdojnë të merren me këto gjëra, të mos u japin më rëndësi, të mos kenë më besim te këto gjëra, të mos i konsultojnë këta njerëz. Dhe nëse ju i bënit këto gjëra dhe njerëzit konsultoheshin me ju pendohuni, largohuni dhe kërkoni Perëndin, sepse tani keni njohur rrugën e Perëndis, prandaj nuk duhet të bëni më asgjë nga këto. Kështu që të gjitha këto ogure dhe të gjitha këto gjëra duhet t'i braktisim, sepse të gjitha këto janë një sakrificë, të gjitha këto janë një skllavëri. Njerëzit jetojnë të skllavëruar nga të gjitha këto besime, zakone, tradita. Njerëzit bëhen sklever të tyre. Ne duhet të jemi të lirë në Zot, të kemi të pastra mendimet tona, të kemi të pastër zemrën tonë dhe nuk duhet që këto gjëra të jenë të besueshme për ne, por të kemi Perëndin pranë nesh. Kështu që kur dikush sëmuret, cili është ilaçi? Cili është ilaçi i parë? Besoni te Perëndia, kërkojini Perëndis, drejtojuni Perëndis, por po, bëni edhe ato gjëra që duhen bërë. Çojeni te mjeku personin që mjeku t'i bëjë analizat. Kjo është ajo që duhet bërë. Mirë, vazhdojmë. Po. Mirëmbrëma e dashur motër Maria Luisa, Zot ju bekoft, është një lumturi e pafundme t'ju kem sërish këtu, në ishullin ton magjepsës, që sot është me të vërtet magjepsës prej prezencës suaj motër. Mirë se erdhët. Pyetja ime gjendet në Ungjillin e Gjonit, në kapitullin 10, vargu 11. Aty Zoti Jezu Krisht thot: Po vlla. Unë jam bariu i mirë. Bariu i mirë jep jetën e vet për delet. Motër, kuptoj se ky varg ka një kuptim shumë më të thellë nga ajo që mund të kuptojmë, duke ditur se apostujt në kohën e antikitetit dhanë jetën e tyre për delet, dhe për sot e kësaj dite, ne që kemi dëshirë të shërbejmë Perëndis. Mirë, apostujt nuk e dhanë jetën e tyre për delet, apostujt e dhanë jetën e tyre për Zotin Jezu Krisht. Po, të mos ngatrojmë një gjë me tjetrën. Po vlla, po. Amen, motër. Dhe kur thot, për shembull, bariu i mirë i jep jetën për delet e tij. Prandaj, ideja është vlla, se aty thuhet un jam bariu i mirë. A do të ketë ndonjë bari tjetër të mirë? Ai është i vetmi. Ai është i vetmi. Duke qenë se ai është i vetmi, dhe thot se bariu i mirë e jep jetën e tij për delet, kjo është ajo që ai bëri. U flijua në kryqin e Kalvarit për njerëzimin, për kishën, për njerëzit që do të besojnë tek ai. Por ka vetëm një bari hynor. Pastorët e tjerë që Zoti vendos, ai u thot pastorëve të tjerë, ju ndiqni shembullin tim. Por nëse është e nevojshme që një person të jap jetën për një tjetër, duhet që ai besimtari tjetër të jetë një person i shenjtë, i mbushur me virtyte, që me të vërtet të meritoj që dikush të jap jetën për atë. Sepse askush nuk do të jap jetën për një person që është plot me vese, me mëkate dhe me ligësi, me mbrapshti. Jo, kjo jo. Kështu që nuk do të themi as që në kish është pastori dhe se pastori do të jap jetën për kishën. Jo, sepse në kish do të ketë njerëz që e meritojnë dhe njerëz që nuk e meritojnë, njerëz që janë kthyer me të vërtetë Perëndia dhe të tjerë që jo. Prandaj nuk është me vend të thuhet se pastori do të jap jetën e tij për kishën. Por nëse thuhet se pastori e jep jetën e tij për atë person, sepse ai person ishte një njeri i Perëndis, një shërbëtor i Perëndis, një Mojsi, një Abraham, një Jakob, një Daniel,
atëherë pastori e jep jetën për të dhe thot unë e jap jetën për të, dal në mbrojtje të ti, mi bëni mua të gjitha të këqijat dhe jo ati, këtë mund ta bëj, por jo për cilin do person që nuk e meriton, që nuk është i denj. Prandaj, edhe në këtë pjesë duhet të analizojmë me urtësi, që të mund të analizojmë këtu pa u nxituar, të marrim vargjet për të interpretuar ose për të bërë gjërat, por ta bëjmë me urtësi. Nuk e di nëse vllai ka vargje të tjera nga Bibla ose ndonjë varg tjetër që të mund t'i lexojmë për t'i analizuar, lidhur me pyetjen tuaj vëlla. Vazhdoni me pyetjen tuaj. Po, motër, e bëra këtë pyetje pasi tani që do të shtrihet Ungjilli i Perëndis në shumë vende të botës ku ka shumë sëmundje, për shembull, pastorët janë të ekspozuar ndaj rrëmbimeve, aksidenteve, rreziqeve për jetën, për shkak të shpërndarjes së fjalës së Perëndis në ato vende të largëta, motër. Po, aty atëherë thuhet se ata vëllezër e japin jetën e tyre për Zotin, për të mbrojtur Perëndin, për të predikuar rreth Perëndis, për të folur për Perëndin. Ata japin jetën e tyre për këtë gjë, për Perëndin, më shumë se sa për njerëzit. Dhe këtu kur Zoti Jezus thot, unë jam bariu i mirë, ishte vetëm një. Dhe ai po fliste për flijimin që do të bënte në kryqin e Kalvarit. Prandaj ai thot, unë jam bariu i mirë jep jetën e vet për delet, sepse ai po fliste për dele, për njerëz që me të vërtet janë të përsosur, ashtu siç thuhet se Zoti do të ngrej një kishë të përsosur, atëherë të gjithë do të jenë të shenjtë, të përsosur. Në mënyrë simbolike, Zoti Jezus po shikonte kishën e tij, megjithse Zoti vdiq në kryqin e Kalvarit, por me të vërtet kisha e tij ende nuk është formuar. Ende nuk është formuar ajo kishë e përsosur që ai premtoi. Sepse thuhet se atë kishë vetë Zoti do ta përsos, por sa i dërgoi frymën e shenjtë që të ndihmojë në përsosjen e saj. Kjo është ajo që fryma e shenjtë po bën në kishë, duke dhënë dhuntit në shpërndarjen e dhuntive frymërore që çdo person të ndryshojë. Por ne shohim dhe ne si njerëz e kuptojmë se disa persona i marrin dhuntit frymërore, por nuk ndryshojnë plotësisht. Gjithmonë në jetë ju mungon diçka, jetojnë duke bërë një gabim, një mëkat, atëherë nuk janë të përsosur. Por duke qenë se thuhet se sa kohë që kemi jetë, kemi shpresën për të ndryshuar, ne duam të ndryshojmë. Atëherë unë them mirë, unë po luftoj, unë dua të ndryshoj dhe kam shpresën se nuk e di sa ditë do të jetoj, por që ditën kur të jem në praninë e Zotit, atë ditë unë të jem e përsosur. Prandaj ne të gjithë jemi duke luftuar, dhe këtu Zoti thoshte se kisha e tij duhet ishte e përsosur. Prandaj Zoti thoshte, bariu jep jetën e vet për delet, por po fliste për disa dele të bardha, të gjitha të bardha, të përsosura. Dhe ai kështu veproi, e flijua në kryqin e Kalvarit, dhe Zoti ende po formon kishën e tij ose delet e tij. Ende nuk i ka të gjitha delet e tij, në atë kohë ndoshta kishte dishepujt, apostujt, por ai do ta jepte jetën e tij për disa dele që ende nuk ishin lindur, sepse janë brezat që do të vinë në të ardhmen, ata që pak e nga pak po formohen. Ai që vdes në Zot, i shenjtë, i përsosur, lavdi Zotit, atëherë do të ruhet atje në një vend derisa të vi fundi, dhe atëherë Zoti Jezus do të thotë, shikoni delet e mia, më në fundi kam me vete. Pasi për ne, njerëzit të kenë kaluar me mira vite ndoshta, por për Zotin koha është ndryshe. Por ndërkohë Perëndia do të thotë, shikoni delet e mia për të cilat unë u flijova atje në kryqin e Kalvarit. Këtu janë delet e mia. Këto dele për të cilat ai thot se jep jetën për delet e tij, ende nuk janë formuar, po formohen. Këto janë misteret e Perëndis. Këto janë gjërat për të cilat ne as nuk ulemi të mendojmë rreth tyre. Këtu ne mendonim se çdo gjë ishte e bërë, por kjo ende nuk ka përfunduar. Zoti u flijua, por kisha e tij po formohet.
delet e tij po formohen. Kopeja e Zotit po formohet ende edhe sot. Dhe kështu që ai la njerëz në kishën e tij, la apostuj, profet, la ungjilltar, mësues, barinj, i la ata që ata të përsosin kopen, ti përsosin delet, me çfarë? Me dhuntit frymërore, duke u folur njerëzve që të lënë mëkatin, që të lënë dobësitë e tyre, në këtë formë, në këtë mënyrë, duke punuar të gjithë për njëri tjetrin, duke u lutur për njëri tjetrin, atëherë pak e nga pak vjen përsosmëria, përparimi shpirtëror, derisa të vi dita kur të gjitha gjërat bëhen realitet. Kjo është shpresa jon, kjo është lufta që ne po bëjmë në kishën e Perëndis, në jetën që kemi ne. Tani jetojmë për Perëndin, jetojmë fal ti dhe për të. Mirë, vazhdoni vëlla, nuk e di nëse vëllai ka ende ndonjë pyetje? Jo, motër, e kam shumë të qartë tani. Shumë faleminderit, Zoti ju bekoft madhërisht. Mirë. Sidoqoftë, nëse keni ndonjë pyetje, ju e dini ku është e shkruar adresa emailit të kishës këtu? Atje mbrapa është emaili i kishës, aty është adresa emailit të kishës, aty mund të më shkruani dhe të më thoni motër gjeta një varg në Bibël për delet dhe për bariun e mirë. Mirë, më shkruani dhe më pyesni dhe më tregoni dhe unë me kënaqësi do t'ju përgjigjem. Pyetja e fundit është kjo? E fundit apo e parafundit? Vazhdoni motër. Motër Maria Luisa. Po motër. Mirëmbrëma. Gëzojmë shumë që jeni këtu midis nesh, është një bekim shumë i madh dhe ju duam shumë në Zot. Nëse më lejoni kam një pyetje. Në një studim biblik ju përmendot që Zoti krijoi mjekësinë, shkencën dhe ilaçet, dhe duhet të shfrytëzojmë shkencën që Zoti mësoi njeriut dhe të besojmë se Zoti na ndihmon në një formë tjetër, qoftë kjo me anë të një mrekullie apo me anë të ilaçeve. Në fakultetin e mjekësisë na mësojnë se sëmundjet e çrregullimit mendor, si ankthi, depresioni, bipolariteti, skizofrenia, duhet të jenë të trajtuara si sëmundje fizike. Kam dëgjuar në kish shprehjen se Zoti do të shërojë çrregullimet mendore dhe se personi nuk do të ketë nevojë për mjek apo mjekime, që është diçka shumë e bukur, pasi për Zotin nuk ka asgjë të pamundur. Pyetja ime është nëse kjo aplikohet dhe për shëndetin mendor, pasi kam parë se mund të interpretohet në mënyra të ndryshme, pasi njerëzit besojnë Zotin, por disa prej tyre gjithashtu bazohen në mjekime dhe trajtime, dhe doja t'ju kërkoja të na sqaronit këtë, ju lutem. Nëse është mirë apo keq që njerëzit të trajtohen me ilaçe apo Po, pikërisht. Nëse njerëzit me çrregullime mendore duhet të vazhdojnë mjekimet pa haruar që më e rëndësishme është të luturit e Zotit dhe të kërkuarit atij së pari. Nëse mund të vazhdojnë të trajtohen nga psikiatri dhe të marrin mjekime. Ajo që ndodh aty është se ky është një problem familjar. Një problem familjar sepse jo të gjithë personat janë pjesë e kishës dhe në familje mund të ketë një ose dy pjesëtar që janë të kishës që besojnë, kanë besim te Perëndia, por të tjerët jo. Atëherë vijnë polemikat, vijnë konfliktet dhe për shkak të kësaj këshillohet që për të shmangur konfliktet dhe problemet familjare, të lejohet që familja ta çojë të sëmurin te mjeku ose te psikiatri. Por për shembull, nëse bëhet fjalë për bashkëshortin dhe bashkëshorten, dhe bashkëshorti vjen në kishë, ndërsa bashkëshortja nuk vjen në kishë, dhe ajo ka një sëmundje mendore, atëherë e gjithë pjesa tjetër e familjes thonë duhet ta çojmë në spital, duhet ta çojmë në klinik, që ta vizitoj psikiatri, psikologu ose mjeku dhe t'i përshkruaj trajtimin dhe të gjithë zemrohen me të, ai duhet ta pranoj, të nënshtrohet sepse përndryshe më vonë e fajsojnë që personi është sëmur për fajin e tij, sepse nuk pranon përdorimin e ilaçeve. Kur e gjithë familja është pjesë e kishës, atëherë secili merr vendimet e tij dhe thotë, unë nuk e çoj familjarin tim atje, sepse ato ilaçe e sëmurin edhe më keq. Të gjitha ato trajtime psikiatrike, të gjitha ato ilaçe që u japin personave që vuajnë nga demenca, sepse këta i quajnë persona me demencë ose me skizofreni, dhe të gjitha ato ilaçe e sëmurin organizmin, e sëmurin, sepse e gjithë kjo është ta mpish personin, e mpin. Ato ilaçe nuk janë për të shëruar sëmundjen,
sepse këto janë gjëra që lidhen me frymra, janë frymra që qëndrojnë në pjesën e trurit dhe për këtë arsye pengojnë që truri të funksionojë, ose syri ose veshi, çfarë do qoftë, është demoni aty i futur dhe nuk e lë organin të funksionojë. Atëherë mjekët shohin dhe thonë, i mungon kjo gjë, mjekët nuk e di, nuk e kuptojnë. Prandaj ilaçet që ata japin nuk janë për të shëruar sëmundjen, por që personi të flej, të kaloj kohën duke fjetur dhe të mos bëj marrëzira. Dhe i sëmurin një pjesë tjetër të organizmit të tij, personi qëndron duke fjetur, i mpir. Prandaj ka njerëz që thonë se ilaçi është më i keq se sëmundja, kështu thonë. Dhe për të shmangur konfliktet, njerëzit ndonjëherë ndihen të detyruar të çojnë familjarët e tyre për të bërë këto trajtime. Për të shmangur konfliktet dhe të tjerë, këto janë vendime që merr secili person, por ajo që ne e kemi të qartë është se janë frymra. Dhe se me lutje dhe duke i kërkuar Perëndis që të bëjë mrekulli, Perëndia mund t'i japë po ashtu shërim personit. Edhe pse ndonjëherë ka njerëz që duket sikur nuk shërohen, nuk e dim përse, sepse ekzistojnë edhe mallkime të njerëzit, mallkime prej shumë vitesh, për shkak të familjeve, ose miqësive, ose magjive, ose çfarë do qoftë, janë bërë mallkime, ose nga njerëz që kanë bërë marrëveshje me djallin, që kanë bërë pakte, dhe ja kanë dorëzuar të gjithë familjen djallit, ja kanë dorëzuar brezat e tyre të ardhshëm që djalli t'i pushtoj. Sigurisht që djalli bëhet pronari atyre njerëzve, dhe kur ata lindin, janë nën mallkim, dhe me qenë se kjo ka qenë një marrëveshje që është bërë, atëherë Perëndia nuk ndërhyn aty, por është djalli ai që i merr njerëzit dhe bëhet pronari tyre, sepse vetë njerëzit e bën këtë gjë, duke qenë të paditur, sepse nuk e deshën Perëndin, sepse nuk e kërkuan Perëndin, sepse nuk u kujdesën që të bënin gjëra të mira, kështu që Perëndia i la vetëm, i la që gjithsecili të bëjë atë që dëshiron, dhe kështu të gjitha këto gjëra janë ato që u ndodhin qenjeve njerëzore. Kur ne vim në kish, Perëndia na pastron, na flet dhe na heq shumë gjëra, pri shumë magji, shumë mallkime, megjithse ndonjëherë mbeten disa gjëra aty, por njeriu vazhdon të lutet, të drejtohet Perëndis dhe të luftojë për këtë pjesë, dhe unë e di se herët avon ai e dëgjon thirrjen dhe pastron, sepse nëse jemi besnik, ai do të na pastrojë plotësisht. Por kjo është një problematik e zakonshme në mes të njerëzimit. Pjesa e qenjeve të mbinatyrshme që pushtojnë, që kontrollojnë njerëzit, i sëmurin dhe i mundojnë. Dhe kjo nuk ka shërim, nuk ka ilaç, ndërkohë që njerëzit me mjekësinë, siç thot motra, që njerëzit që studiojnë mjekësi dhe atje u mësojnë se këto janë gjëra fizike, atëherë njerëzit jetojnë të munduar nga ilaçet. Ne nuk mund të bëjmë asgjë. Nëse njerëzit e njohin Perëndin, le të lutemi dhe të kemi besim te Perëndia. Por nëse ata nuk kanë besim, atëherë nuk mund të bëjmë asgjë. Prandaj, siç thon njerëzit, bota le të rrotullohet dhe ne që njohim Zotin vazhdojmë me Zotin. Por po, kjo është jeta, kjo është situata shumë e dhimbshme, por ne i lutemi Zotit që të ketë mëshirë për shumë njerëz, që Zoti të sjellë shumë njerëz në njohjen e të vërtetës së Tij që të jenë të lumtur. Mirë, tham se kjo do të jetë e fundit, apo jo? E fundit. Mirëmbrëma motër, Zoti ju bekoft, zemra ime është shumë e lumtur mbrëmjen e sotme. Zoti ju bekoft madhërisht dhe ju dhënë jetë të gjatë për të vazhduar të na mësoni doktrinën e Perëndis. Qoftë gjithnjë Perëndia që na mëson nëpërmjet buzëve tuaja. Kam një pyetje motër, nëse ma lejoni, në librin e Romakëve, kapitulli 4, vargu 12. Romakët 4:12. Nëse ma lejoni motër, do nis të lexoj që prej vargut 9. Po. Por kjo lumturi a vlen vetëm për të rreth prerët, apo edhe për të pareth prerët? Sepse ne themi se besimi ju numërua Abrahamit si drejtësi. Në ç'më mënyrë pra ju numërua? Kur ai ishte i pareth prerë apo i rreth prerë?
jo ndërsa ishte i rrethprer, po kur ishte i pa rrethprer. Pastaj mori shenjën e rrethprerjes si vull të drejtësisë për besimin që kishte patur kur ishte akoma i pa rrethprer, me qëllim që të ishte ati i të gjithë atyre që besojnë, edhe se janë të pa rrethprer, me qëllim që edhe atyre të numërohet drejtësia, dhe të ishte atë i të rrethprerve të vërtet, pra i atyre që jo vetëm janë të rrethprer, por që ndjekin edhe gjurmët e besimit të atit ton Abrahamit, që ai pati ndërsa ishte i pa rrethprer. Pyetja ime lind motor për shkak të një eksperience që pata ditën kur na lajmëruan se ju do të vinit. Unë po i lutesha Perëndis që të më udhëzonte, pasi përtej faktit që isha shumë emocionuar, nuk dija çfarë pyetje do t'ju bëja, dhe ditën vijuese, kur sapo ishte duke u zbardhur, në mendje më vërtitej tok fjalshi. Hapat e mësuesit. Zgjati për shumë orë në mendjen time ky mesazh dhe i dhash detyrën vetes të gjeja në Bibël, por nuk arrita të gjeja asnjë varg ku të përmendej eksaktësisht ky tok fjalësh, por gjeta këtë varg ku thot: por që ndjekin edhe gjurmët e besimit të atit ton Abrahamit, që ai pati ndërsa ishte i pa rrethprer. Motor, nëse mund të na mësoni në mirësinë tuaj se çfarë do të thotë të ndjekësh këto hapa të mësimit që përmenden në vargun 12. Faleminderit, motor. 12 dhe të ishte atë i të pa rrethprerve, pra i atyre që jo vetëm janë të rrethprer pra judejt, por që ndjekin edhe gjurmët e besimit të atit ton Abrahamit, që ai pati ndërsa ishte i pa rrethprer. Gjurmët e besimit është sepse Abrahami i besoi Perëndis. I besoi atij kur Perëndia i dha urdhra Abrahamit, ai besoi dhe u bind. Këto janë gjurmët e besimit, dhe këto gjurmë besimit të besuarit Abrahami i pati para se të rrethpritej. Pra ajo që pali këtu po theksonte është se bekimi që Perëndia i dha Abrahamit nuk ja dha duke qenë Abrahami i rrethprer ose pjesë e popullit të Izraelit. Abrahami nuk i përkiste popullit të Izraelit kur Perëndia i dha bekimin. I bëri ato premtime, Abrahami i besoi Perëndis dhe Perëndia e bekoi dhe u drejtësua. Dhe pali thot se ashtu siç ndodhi me Abrahamin, që Perëndia i dha bekime pa qenë ai pjesë e popullit të Izraelit, edhe ne në ungjillin e Zotit Jezu Krisht, Perëndia na bekon prej besimit për besimin ton që kemi besuar në Zot si shpëtimtar i botës, dhe se nuk kemi nevojë të rrethpritemi për ta marrë atë bekim. Kjo është ajo që pali po qartësonte aty, sepse ai kishte përballë ndjekësit e ligjit të Mojsiut, judejt që ishin kundër palit, duke thënë se ai po mësonte një doktrinë të gabuar, sepse të gjithë njerëzit duhet të ndiqnin ligjin e Mojsiut dhe të rrethpriteshin. Dhe pali u thoshte jo sepse Abrahamit ju bë premtimi nga Perëndia, mori bekimin e Perëndis dhe nuk ishte i rrethprer. Kështu që të gjithë ne, paganët, ne që nuk jemi judej, besojmë në Zot dhe pa që nevoja të rrethpritemi, do të fitojmë jetën e përjetshme. Kjo është ajo që pali po thot aty. Mirë, vazhdojmë? Po vlla. Shumë faleminderit motor, Zoti ju bekoft. Pyetja ime është mbi besimin në librin e parë të Pjetrit, kapitulli 1, vargu 7, që prova e besimit tuaj, që është shumë i çmuar nga ari që prishet, edhe pse provohet me zjarr, të dalë për lëvdim, derë dhe lavdi në zbulesën e Jezu Krishtit. Këtu vjen edhe pyetja ime, por më korrigjoni motor nëse jam gabim. Të provohet me zjarr, të dalë për lëvdim, derë dhe lavdi në zbulesën e Jezu Krishtit. I referohet besimit? Kur ju mësoni motor, çdo gjë duket kaq e thjeshtë. Ju i kushtoni vëmendje çdo fjalë dhe prandaj kisha arritet. Shumë faleminderit motor, ju përcjell përshëndetjet nga kisha e Houstonit. Ka edhe 2 grupe të vogla në El Paso, Texas dhe në Harlingen, ku ne shkojmë të mbështesim me predikimin dhe atje ju duan shumë motor. Mirë. Lavdi Zotit, dhe vargu që lexoi vllai, Pjetri thot se besimi që kemi ne, besimi ynë është
të besojmë në Jezu Krishtin si Perëndi dhe si biri i Perëndisë dhe si shpëtimtar, apo jo? Ky është besimi ynë. Ky është besimi. Cili është besimi yt? Cili është besimi? Të besosh se Jezu Krishti është Perëndi, se Jezu Krishti është biri i Perëndisë dhe se ai është shpëtimtari i botës dhe përmes tij do të fitojmë çfarë? Jetën e përjetshme. Ky është besimi ynë, lavdi Zotit, dhe thuhet se Perëndia na sprovon ashtu si provohet ari, edhe pse apostulli thot se ari prishet, megjithatë thot se do të sprovohemi si ari dhe se do ta kalojmë sprovën. Lavdi Zotit, faleminderit, Perëndis ton, vëllezër, motra, shumë faleminderit, gëzohem dhe falenderoj Perëndin, sepse më lejoi të vija pas 5 vitesh këmbguljeje, dhe faleminderit Zotit që jam këtu, shpresoj që Zoti im sot, që e di që ai tani më ka shpërndar bekime, shumë prej jush, Zoti ju bekoft dhe kisha të rritet shumë këtu në Puerto Rico dhe që shumë persona që thonë se lexojnë Biblën, që Zoti t'i sjell në këtë vend, që t'ju jap dhuntit frymërore, që lumturia dhe ajo punë që kanë bërë duke lexuar Biblën në jetën e tyre të kompletohet, sepse e di që janë shumë. Atëherë Perëndia do t'ju jap bekimin, do t'i sjell që t'jenë këtu me ju dhe të gëzojnë këto bekime që ne kemi nga Perëndia ynë, dhe Zoti ju dhënë juve bekimet shpirtërore që gjithë secili prej jush të gëzoj praninë e Perëndisë në zemrën e tij. Do t'i lutemi Zotit dhe do të falenderojmë Perëndin ton, do t'i kërkojmë, do ta falenderojmë dhe do t'i kërkojmë lidhur me nevojat, kërkesat ose dëshirat e zemrës ton. Çfarë do qoftë, se cili prej jush do të lutet dhe do t'ja kërkoj gjërat Zotit dhe do t'a falenderoj atë. Ati shenjt, atë qellor. Ati Zotit ton Jezu Krisht, Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe Jakobit, Perëndia i Danielit, që e ruajti dhe shpëtoi atje nga duart e atyre mbretërve idhujtar, pagan. Por ti, Zoti im, pate mëshirë për të gjitha ata personazhe për të cilët Bibla na tregon dhe ne jemi këtu duke u rritur në besim, duke besuar dhe duke u rritur në jetën tonë shpirtërore. Jemi këtu duke luftuar për të arritur bekimet shpirtërore, për të arritur fitoren, triumfin, po luftojmë për të fituar jetën e përjetshme. Ndërkohë, po luftojmë në këtë jetë për të fituar favoret e Perëndis tim, dhe që ai të na mbështes, që ai të na ndihmoj, të dëgjoj lutjet tona, të na bekoj çdo ditë, të heq trishtimin ton, hidhërimet tona, dhe çdo konflikt, dhe çdo vuajtje, dhe çdo sulm të armikut. Jemi këtu, Zot, në luftë përpara Teje, çdo ditë, duke pritur dorën tënde të fuqishme, duke pritur që ti të na bekosh, që ti të na dëgjosh, dhe të shtrish dorën tënde të fuqishme, dhe të na drejtosh me dorën tënde, dhe që të vazhdojmë të ecim përpara, të mësojmë doktrinën, që ne, Zot, të jemi shumë të ditur, bijtë e tu, të ditur në fjalën e Zotit, të jemi të ditur në doktrinën e vërtet që të çonë në jetën e përjetshme. Na ndihmo atë qellor. Na ndihmo të vazhdojmë të ecim përpara. Na jep forca të reja. Shtrije dorën tënde të fuqishme mbi gjithë secilin dhe mbi çdo person dhe bekoj. Jepu shërim në trupin e tyre, shërim në frymën e tyre, në shpirtin e tyre, në qenjen e tyre. Jepu, Zot, bekimet shpirtërore. Jepu ato për të cilën ata ka nevojë.
sepse shumë ka nevojë për gjërat shpirtërore, shumë kanë shqetësime dhe trishtime, dhe shumë kanë konflikte. Por ti beko gjithë secilin dhe çliro, dhe pastro dhe ngushëllo. Vizitoj në ëndra, jepu vegime po ashtu. Shfaqu Zot me dhuntit frymërore të përsosura. Sigurohu të gjitha nevojat e tyre materiale, fizike, siguroju nevojat e parave, Zot, dhe jepi gjithë secilit sipas vullnetit tënd. Beko gjithë secilin, Zoti im, dhe hiq zilin e armikut kundër tyre. Dhe beko, Zot, këtë shtet. Beko këtë ishull. Jepu bekime shpirtërore, jepu bekime dhe ngazëllim në zemrat e tyre. Begatoj dhe lejo që shumë njerëz të njohin rrugën tënde, që shumë të vinë dhe të mblidhen për të përlëvduar emrin tënd dhe për të marrë bekimet e tua. Beko, Zot, vëllezrit dhe të gjitha motrat këtu në këtë vend, të gjithë ata që mblidhen, jepu një shi bekimesh, dhe që ata të vazhdojnë të ecin përpara dhe të besojnë në ty, dhe që ti shumë shpejt i japësh dhuntit frymërore të përsosura dhe rritje në këtë vend. Gjithashtu të lutem, Zot, që ti të shtrish dorën tënde të fuqishme dhe të bekosh po ashtu të gjithë personat që na shikojnë në këtë video, të gjithë ata që na shohin në këtë studim biblik, që ti të shtrish dorën tënde dhe të dëgjosh lutjet e tyre, të shohësh vuajtjet e tyre, sëmundjet, shiko sëmundjet e pashërueshme. Ka shumë sëmundje për të cilat njerëzit po vuajnë dhe për të cilat nuk ka ilaç, dhe vuajnë nga dhimbjet e sëmundjes. Shtrije dorën tënde, Zot, sepse ka shumë njerëz që të thrasin, të kërkojnë për shërim për sëmundje të ndryshme, sëmundje fizike dhe psikike. Zot, shtrije dorën tënde dhe ji i mëshirshëm. Bëj mrekulli dhe shenja në jetën e të gjithë atyre që të drejtohen ty, që të kërkojnë dhe që të luten ty, Zot. Ti njeh gjithsecilin, njeh vuajtjen, dhimbjen, ki mëshirë, Zot. Ashtu si që thot psalmi. Në psalme është një premtim i yti, Zot, që thot, mu drejto mua dhe unë do të përgjigjem, dhe kur të përgjigjem, ti do të më nderosh. Kështu thot premtimi yt, dhe kështu duam të drejtohemi, Zot, na u përgjigj, që të nderojmë, të lavdërojmë, të t'japim lëvdime, të falenderojmë. Hiq, Zoti im, të gjitha ato gjëra që i mbajnë të lidhur, zinxhir, pranga, të gjitha ato magji dhe mallkime, me të cilat shumë njerëz janë të lidhur nga këto magji. Zot, qorto dhe hiq të gjitha këto lidhje shpirtërore, djallëzore nga shumë persona, nga të gjithë ata tek të cilët djalli ka dashur të vej dhe t'i nënshtroj, t'i sklavëroj. Thyej këta zinxhir, Zot, çliro robrit dhe pastro zemrat e gjithsecilit, pastro mendsinë, mentalitetin e gjithsecilit. Faleminderit Ati i Shenjtë, në emrin e lavdishëm të Jezu Krishtit, birit tënd të dashur, ti kërkojmë të gjitha, Zoti im. Faleminderit, deri dhe lavdia qofshin për Perëndin ton, për lëvdimet për mbretin, për lëvdimet për Zotin e lavdisë, për Zotin e qejve dhe të tokës. Faleminderit, Zot. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre.
Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Lavdi Perëndis ton, falenderojmë Zotin, shumë faleminderit vëllezër dhe motra, faleminderit, Zoti ju bekoft dhe shihemi së shpejti, dhe Zoti, unë e di që Zoti ka dhënë shumë bekime për të gjithë ju. Hapni zemrën tuaj vëllezër dhe motra, përgatisni zemrën tuaj, sepse me të vërtet shumë kanë ashpërsi në zemër dhe shumë e kanë zemrën shumë të mbyllur, janë apatik. Kërkojeni në fjalor çfarë do të thotë fjala apatik, por Zoti thotë se ka shumë që janë apatik dhe prandaj Zoti nuk është shfaqur në jetën e gjithsecilit dhe gjithsecili prej jush i lutet Perëndis dhe i kërkon Zotit që t'i jap gjëra që të shfaqet, por nuk merrni sepse e keni zemrën të mbyllur. Disa. Prandaj Zoti dëshiron që të ketë më shumë zell, që të ketë më shumë entuziazëm, të ketë më shumë gëzim dhe gjithsecili prej jush për të kërkuar rrugën e Perëndis, për t'i pëlqyer atij, për ta thirrur, dhe që të luteni dhe që ju të jeni në praninë e Perëndis, që ju të jeni me zemër të përgatitur, dhe në këtë mënyrë Zoti do të shfaqet te secili prej jush. Por gjithsecili duhet të sforcohet. Le të sforcohet gjithsecili sepse ka edhe shumë dembelizëm, dhe shumë dekurajim, dhe bota dhe zbavitjet fizike e materiale të jetës, tërheqin, sikur duan t'ju tërheqin në këto gjëra dhe pastaj mbeteni aty në vend. Pra Zoti do që t'ju bekoj, do që t'ju jap dhunti, sepse thot se ka shumë që ja kërkojnë dhuntit, ja kërkojnë Zotit, dhe Zoti nuk ua jep sepse nuk e lejojnë, sepse zemrën e tyre duhet ta kenë më të përgatitur për Zotin, dhe sforcohuni dhe do të shihni se si Perëndia do t'i përgjigjet secilës kërkesë dhe nevojë tuajës. Disa ka nevojë urgjente për para dhe Zoti do t'ju jap para, do t'ju jap ato para, por Zoti thot se nuk janë gjërat materiale të jetës gjëja kryesore, të rëndësishme, por gjërat shpirtërore. Kërkoni dhunti të përsosura, sepse Zoti tani do të shfaqet tek ju, do t'ju jap përjetime shpirtërore, do t'ju jap disa dhunti, disa të tjerëve do t'ju jap ëndra, profeci, dhe Zoti do të shfaqet dhe do t'jap dhunti të përsosura për shumë prej jush. Kisha do të rritet, kjo sallë shumë shpejt do t'jetë shumë e vogël, shumë shpejt kjo sallë do t'jetë e vogël dhe do duhet të hapet një tjetër në vend tjetër, sepse do të vinë shumë njerëz. Zoti do të sjellë shumë njerëz. Faleminderit Zotit. Zoti im ju bekoft. Marshi bekime nga qelli, marshi bekime. Faleminderit, shihemi së shpejti. Zoti ju bekoft.